Puthja e parë në Ferma VIP3, Indri Shiroka dhe Vanessa Sono konfirmojnë lidhjen. Një nga momentet më të komentuara të edicionit të tretë të Ferma VIP ka ndodhur së fundmi, duke shënuar krijimin e çiftit të parë brenda këtij formati. Indri Shiroka dhe Vanessa Sono kanë shkëmbyer puthjen e tyre të parë duke e bërë publike afrimin emocional mes tyre pas një periudhe tensionesh dhe keqkuptimesh. Pas shumë diskutimeve dhe sfidave të përbashkëta, dyshja duket se ka arritur të sqarojë mosmarrveshjet dhe të ndërtojë një raport më të qëndrueshëm. Një moment i veçantë ishte kur Indri Shiroka kërkoi falje publikisht, madje edhe ndaj prindërve të Vanessës, duke premtuar se nuk do ta lëndojë më atë. Nga ana tjetër, Vanessa Sono pranoi hapur se ka ndjenje për aktorin, pavarësisht pasigurive që mund të sjellë një lidhje e krijuar brenda një reality show. Një vendim i rëndësishëm nga ana e saj ishte edhe mbyllja e lidhjes që kishte jashtë programit, duke zgjedhur të përqendrohet në raportin e ri. Ky zhvillim ka ngjallur reagime të shumta nga publiku, ndërsa mbetet për tu parë se si do të evoluojë marrëdhënia e tyre në vazhdim, nën presionin dhe dinamikat e lojës në fermë.